24 për konstituimin e kuvendit. Partitë vazhdojnë akuzat të ndërsjella për blokim. Kurti thot se partitë kanë frikë të votojnë gra të guximshme, akuzon partitë për votimin e asociacionit speciales e demarkacionit. Grevistët vazhdojnë të qëndrojnë para komunës së Prishtinës, kërkojnë buxhetin për ndërmarrjen pastrimi. Arrestohen 10 persona në 2 shtete të Turqisë, kryetar të bashkive, antar të partive opozitare. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në RTK. Deputetët kosovarë sërish u mblodhen në Kuvendin e Kosovës, por as sot nuk arritën të konstituonin legjislaturën e 9. Deputetet e partive ish opozitare nuk e votuan komisionin për votim të fshet që ishte propozuar nga lëvizja vetëvendosje. As konsensus, as quorum, nuk pati në sallën plenare të kuvendit edhe këtë herë. Sërish të shtunën, dështoi vazhdimi i seancës me përpjekjen e 24 me radhë për konstituimin e institucionit ligjvënës. Krijimi i komisionit për votim të fshehtë, që po propozohet nga lëvizja vetëvendosje, nuk gjeti përkrahje nga partitë e tjera. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi sërish nga subjektet politike parlamentare të cilat nuk i kanë propozuar emrat për antar të komisionit zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit që ta bëjnë këtë, por propozime nuk pati. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Në sallë ishin 96 deputet, pro votuan 53, 1 kundër dhe nuk pati abstenim. E pas seancës së 24, kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryetaret të kuvendit, tha se deputetët nuk po e respektojnë obligimin kushtetues, pjesëmarrjen në votim, derisa tha se po presin përgjigjen e gjykatës kushtetuese. Ne nuk po themi që të votojnë për domosdo, ne po themi që mund të votojnë për, kundër apo të abstenojnë sepse kanë obligim kushtetues. Dhe kjo rrjedh nga gjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra 16 herë kanë ardhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, vetëm po flas për komisionin. Pra kur kemi nisur që nga 1 maj përpjekjet e kryesuesit të seancës konstituive për të votuar komisionin e fshehtë, dhe në to 16 herë nuk ka pasur sukses. Vazhdimi i seancës konstituive mbahet me 2 qershor. Si zakonisht, partitë politike pasi dolën nga seanca ku dështoi konstituimi, akuzuan njëra tjetrën për blokim, sabotazh e të tjera. Vetëvendosje kërkojnë nga partitë që të reflektojnë në mënyrë që kuvendi të zhbllokohet. Për dështimin e konstituimit të kuvendit në përpjekjen e 24, 2 taborët politik edhe kësaj here fajsuan njëri tjetrin për mos zhbllokim të legjislativit. Nga lëvizja vetëvendosje akuzuan partitë e tjera për bojkot dhe sabotazh të procesit të votimit. Deputeti i kësaj partie Artan Abrashi tha se po presin nga gjykata kushtetuese të sqarohet çështja e votimit të fshehtë. Si është e mundshme që deputetët e grupeve parlamentare që përfaqësojnë qytetarët në kuvend votojnë kundër një procedure e cila do të mundësonte rrjedhën normale të funksionimit të institucionit kuvendit, që do të mundësonte zgjedhjen e organit më të lartë, respektivisht kryesisë së kuvendit. Nga ish opozita thanë se LVV duhet të reflektojë për zhbllokimin e kuvendit. Kemi ngelur këtu ku jemi. Nuk votohet me diktat. Sot kemi një ngërç politik artificial. Ju bëjmë ftesë për reflektim. Këtë detyrë e ka deputeti me ardhë dhe mu bo pjesë e vendimarrës. Detyrë tjetër, pas të përfaqësimit edhe punëve tjera që janë edhe ligjore dhe kushtetuese, deputetet nuk kanë. Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj përsëriti qëndrimin e tij se do të votojë një kandidat që e cilësojnë si unifikues. E kur u pyet nëse për pozitën e kryeparlamentarit do ta votonte Fatmir Limajn, ai shtoi se në këto zgjedhje është e shkuar e harruar. Nuk kam koment. Edhe në një informacion media kam thonë shkuar e harruar, gati që nuk ekziston emri i tij as për diskutime, as për tema të tilla.
Nga partia Fatmir Limajt këmbgullën se kreu i tyre e meriton të jetë kryetari i kuvendit. Si lider politik në Kosovë, nga faktori politik shqiptar, është zoti Limaj që e ka tregu, që mos ta lënë vendin në ngërç. Pra ky është pozicioni, nuk ka pas kërkesa, nuk ka kërkesa për pjesëmarrjen në ekzekutiv. Pavarësisht thirrjeve të njëpasnjëshme nga faktori ndërkombëtare, shoqëria civile, partitë politike nuk po gjejnë edhe më tej konsensus për konstituimin e legjislativit. E nga kuvendi, kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në Këshillin e Përgjithshëm të Gruas Vetëvendosjes. Nga aty Kurti tha se këto parti politike kanë frikë ta votojnë Albulena Haxhiun si gruaja më e guximshme. Përveç kësaj, Kurti shtoi se janë këta deputet që kishin votuar asociacionin, gjykatën speciale dhe demarkacionin, andaj sipas tij ata do duhet të zhbllokonin kuvendin. Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës ishte pjesë e fjalimit që kryeministri në detyrë Albin Kurti mbajti në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Gruas në Vetëvendosje. Kurti me këtë rast adresoi kritika ndaj ish opozitarëve teksa tha se mosvotimi i Albulena Haxhiut për krye parlamentare është jo vetëm luftë politike, por edhe gjinore. Përderisa ne si qeveri në ndërmarrje administratë publike angazhohemi përdit që grave t'ju besohen pozita të ndryshme udhëheqëse, deputetët e opozitës nuk po e bëjnë këtë në kuvendin e Republikës. Gjatë fjalimit, kryeministri në detyrë tha se refuzimi për ta votuar Albulena Haxhiun tregon frikën që partitë e tjera kanë nga gratë e guximshme. Refuzimi për ta votuar atë si krye parlamentare tregon frikën që elitat patriarkale kanë nga gratë e guximshme të cilat sfidojnë status quo. Gruaja të cilën më së shumti e ka votuar populli i Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit është Albulena Haxhiu. Në vend se ta respektojnë popullin, e luftojnë Albulenën. Kurti tutje theksoi se janë po ata deputet që kanë kaluar zajednicën, gjykatën speciale e demarkacionin që sot nuk po e votojnë Haxhiun. E bëjnë edhe 10 deputet që sot janë në opozit dhe e kanë votu zajednicën me 27 qershor të vitit 2013. Po ashtu 10 deputet që sot janë në opozit e kanë votuar amnestimin e kriminalëve serb në veri me 11 korrik 2013. E bëjnë edhe 7 deputet opozitar sot, të cilët me 3 gusht të vitit 2015 e kanë votuar gjykatën speciale. Dhe e bëjnë 15 deputet opozitar që janë tani e patën votuar demarkacionin me malë në zi me 21 mars 2018. E këta deputet të papenduar për këto 4 votime kaq të këqija nuk e votojnë Albulena Haxhiun. Kurti ndër të tjera ripërsëriti qëndrimin e tyre se me votimin e Haxhiut për krye parlamentare do të respektohej populli. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, në një konferencë për media ka paralajmëruar pasojat të rënda ekonomike nëse nga 1 qershori zbatohet vendimi i ZRE-s për kalimin e bizneseve në tregun e lirë të energjisë. Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar shtyrjen e vendimit për tregun e lirë energjetik për bizneset, pasi sipas tyre u duhet kohë që të përgatiten. Derisa ka mundësi ta gjej edhe një zgjidhje, ta shfrytëzoj edhe këtë kohë që ka bërë ta gjej një zgjidhje dhe ta kërkoj për zyrës së rregullatorit, ulme zyrën rregullatorit të energjisë elektrike dhe ta shtyjnë vendimin që bizneset tona të mos dalin në tregun e lirë, për shkak se do të dëmtohen dhe do të ketë efekte shumë të mëdha negative për bizneset, do të ketë efekte negative për ekonominë e vendit, por do të ketë efekte negative edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Ndërsa kryetari i shoqatës së prodhuesve kosovar deklaroi se vetëm një numër i vogël i bizneseve kanë arritur të marrin ofertë nga Kesko. Informatave që kemi marrë nuk dihet numri sakt, po nuk është ndoshta as 30 deri në 50 kompani nga ky 1300 që duhet dalin tregun në lirë sipas ZRE-s, domethënë as 30 kompani nuk kanë nënshtruar kontrata me njërin nga furnizuesit, që në këtë rastin konkret furnizuesi vetëm që ka arrit me dhënë ofertë konkrete ka qenë Kesko.
Në fund, Rafuna kërkoi me ngulm që të shkohet përmes tranzicionit sepse do të dëmtojë ekonominë dhe qytetarët. Kërkesa e tij ishte më shumë kohë për përgatitje. Janë bërë 10 ditë që kur punëtorët e kompanisë pastrimi në Prishtinë kanë hyrë në grevë. Ata kërkojnë paga dhe mjete pune. E komuna e ka konsideruar të panevojshme grumbullimin e tyre para objektit, teksa gjatë ditës nuk janë përgjigjur për situatën e krijuar. Edhe të shtunën, punëtorët e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi nuk lëvizën nga obori i komunës së Prishtinës e as nga kërkesat e tyre. Për të 10 ditë me radhë, ata po vazhdojnë grevën, duke pritur një marrëveshje për t'ju kthyer punës. Kërkesat tona janë për rruga, për mjete, por mos më na lënë në rrugë, që edhe ditë po bën që jemi këtu, kur far marrëveshje s'na kanë përgjigj. Aslan Beqiri, i cili është vozitës në këtë kompani, thot se në momentin e arritjes së marrëveshjes, ai do ta ndezë kamionin që po i qëndron përballë komunës së Prishtinës dhe do të kthehet në shërbim të qytetarëve. Me arrit një marrëveshje, do mon komuna me drejtorin tonë. Ata me gjetë një mesatare, që mujna mu, do mon na i kemi kërkesat e tona, ja kemi që kërkesat e tona, pa më përbush kërkesat e tona, na nuk mujna me punua, se s'kemi mjetë e maspori. Se 5 muj kemi punua, pa mjetë, do mon me vetë financu se që kram mujtë mu, me i bodo derivate. Dhe tash na nuk kemi të zgjedhje, jemi për me vazhdu punën, na vje keq për qytetarëve që s'mujna me i bo shërbim. Ndërkohë, mbeturinat në disa pjesë të kryeqytetit janë mbledhur nga ekipe alternative. RTK ka provuar të marrë një përgjigje nga komuna e Prishtinës lidhur me këtë situatë, por gjatë ditës ka qenë e pamundur. Kjo e fundit kishte thënë se grumbullimi i punëtorëve para objektit të komunës është i panevojshëm dhe se ata po përdoren për qëllime politike. Në nënvëzhgimin e kamerave, mësimi në shkollat e komunës Rahovecit zhvillohet normalisht, por në njërën nga shkollat më të mëdha të kësaj komune, ko më paru tentua të demolohet dhe të vidhen pajisje, duke dëmtuar komplet rjetin e vëzhgimit. Në shkollat e komunës Rahovecit janë instaluar kamerat e sigurisë me qëllim për andalimin e dukurive negative dhe sigurinë e nxënësve dhe stafit mësimor gjatë orarit të punës. Sipas Avni Morinës, drejtori i arsimit në këtë komunë, në objekte shkollore që nuk ka pasur mbulueshmëri me kamera, kanë ndodhur vjedhje dhe demolime. Në njërën prej shkollave që është shkolla më e madhe e komunës sonë, është shkolla i Soboletnini, njëri objekt i saj ka pas instalimin e kamerave, mirë po për shkak të prishjeve që kanë ndodhur dhe një rastit të tentim vjedhje që ka ndodhur në vitin e kaluar, u patprish edhe sistemi i monitorimit me kamera dhe ne zhvilluam si projekt, e parashikuam si projekt dhe tashmë e kemi përfunduar instalimin e kamerave në atë objekt. Vendosja e kamerave instinktivisht ndikon edhe në rregullin dhe sjelljen e nxënësve dhe mësimdhënësve. Shkolla më e madhe e Rahovecit Isa Boletini numëron 1027 nxënës në 2 objekte me 50 paralele, ndërsa monitorohet nga 21 kamera, thot drejtori Sakip Kryeziu. Me plot përgjegjësi po e them, do thot mundesh shumë më mirë dhe me menaxhu, e shofish hyrjen daljen rend parë, e shofish edhe në pjesën përreth shkollës, kush është tek është. Kim pas edhe rastin, si më thonë, një demolim, kur kemi mbetë edhe pa kamera, por edhe kur janë rivendos kamerat, është një gjësi e veçantë që sadokudo fëmijët kur e shohin se janë në vëzhgim, e kanë një sjellje pak ma serioze dhe sillen si duhet. Nxënësit pohojnë se nën vëzhgimin e kamerave ndihen më të sigurt në orët e mësimit dhe ambientet e jashtme të shkollës. Po e di, është që është në vëzhgimin e kamerave dhe se është një siguri e madhe që nëse mund të ndodhë diçka atëherë ka kamera që mund të shohim se çfarë ka ndodhur. Jemi më të sigurt nga problemet, se më herët kur nuk ishim kamera, disa nxënës mund të krijon probleme. Me vendosjen e kamerave është rritur niveli i sigurisë në shkolla, sepse në të kaluarën kur s'ka pasur kamera, kemi pasur dëmtime të her pas hershme në pronën e shkollave. Për të mbuluar me kamera 4 shkolla komunës së Rahovecit, ju deshen vetëm 12.000 euro.
Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës për më shumë se 1 muaj, ujrat e zeza kanë dalë në sipërfaqe në bodrumin e objektit. Zyrtar nga ky fakultet thonë se ka njoftuar institucionet përkatëse dhe presin që problemi të zgjidhet sa më shpejt. Sipas tyre, nga kjo situatë po rrezikohet shëndeti i stafit, studentëve, si dhe arkiva e fakultetit që ndodhet në hapësirat ku është përfshirë nga ujrat e zeza. Për më shumë se 1 muaj të gjitha ujërat e zeza të Fakultetit Ekonomik po derdhen brenda podrumit të tij, ku ndodhen edhe dosje të rëndësishme të arkivit. Në këtë gjendje është Fakulteti Ekonomik, ku aktualisht kjo pjesë është rrepsisht e ndaluar përveç me masa mbrojtëse, teksa më shqetësuese po paraqitet fakti pasi këtu janë edhe dosjet kryesore, të cilat po rrezikohen. E kundërmimi ndjehet pothuajse në të gjitha katet e objektit, derisa një pjesë e stafit është detyruar të punojë në hapësira tjera brenda objektit. Për shkak kundërmimit të erës, ne kemi marrë masa që një pjesë e stafit administrativ që punon në katën përdhjes që bëhet një zgjedhje alternative, një zyre tjetër në katë dytë, që në mënyrë që mos dëmtohen as stafi administrativ as studentët për shkak kundërmimit të erës. Po ta merr ujt krejt, ato është një dëm i pariparueshëm, do thotë që do të na kushtoj shumë, që s'merret ndonjë hap sa më shpejt. Kjo situatë, përveç që ka bërë të pamundur punën normale të një pjesë të stafit, po pamundëson edhe mbajtjen e ligjëratave, thonë studentët. Bëj thirrje që të gjitha institucionet përgjegjëse të marrin më njëherë masa të rrepta, për arsye se në këtë situatë të cilën jemi, padyshim nuk mundemi me mbajtë ne si student mësimin dhe njëkohësisht është gjendje shumë shqetësuese kjo gjë. Nga kompania ujësielësit Prishtina kanë deklaruar se rrjeti i tyre është në rregull dhe se problemi është brenda objektit të fakultetit. Ndërkaq, nga drejtoria e investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, thonë se do të intervenojnë posa ujësielësi Prishtina, sipas përgjegjësisë që u takon fillimisht ta informojë drejtorinë për zonën ku duhet të ndërhyhet. Ndërsa nga rektorati i Universitetit të Prishtinës ende nuk ka ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Disa banor që jetojnë në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë, konkretisht në rrugën Hyzritalla, ankohen se po përballen me shqetësime të vazhdueshme për shkak të zhurmës së madhe, sidomos gjatë orëve të vona të natës, si rezultat i lojës së basketbollit në hapësirat e përbashkëta të lagjes. Sipas tyre, për rastin i kanë njoftuar edhe organet e rendit. Përplasja topit dhe brohoritjet gjatë lojës së basketbollit në orët e vona janë bërë prej kohësh shqetësim për banorët që jetojnë në rrugën Hyzritalla në Kodrën e Diellit. Banorët thonë se nuk po gjejnë qetësi, ndërsa tregojnë se bashkë me lojën po zhvillohen edhe aktivitete negative. Të shqetësuar, banorët kanë ndarë përvojat e tyre në kushte anonimiteti, pasi fatkeqësisht thonë se janë përballur me kërcënime nga disa persona që dyshohet të jenë përfshirë në aktivitete të zhurmshme. Gjatë këtyre 2 viteve kemi pas probleme shumë të mëdha. Janë edhe videot, janë edhe dokumentimet që kemi bë. Këtu konsumohet drogë, konsumohet alkohol, thirret policia, sa po vjen policia, këta largohen. Si që kom policia prap vinë edhe mandej janë kërcënimet, shamjet, fymjet, ndaj banorëve. Pikërisht pse kom dalë rreth orës 1 në mëngjesit më thonë dikujt që të lutem ndale lojën se nuk po më duru. Se më do të më çu herët më ngjas me dalë në punë. Edhe kjo ka qenë arsyeja që të nesërmen kanë ardhur te dera jam edhe më kanë kërcënuar me jetë, çka është edhe ky rast është denoncuar edhe në polici. Si banorët Bregu Diellit jemi shumë të shqetësuar me lojën që po bëhet, po jo vetëm me lojën, po vinë edhe pinë alkohol, marrin drogë, kërcënojnë të dera nëse i thojnë me ndalu lojën,
ka shumë zhurmë vazhdueshme, nuk janë veçone, po ka edhe shumë plasë që jetojnë afër, që nuk mundën me bu gjumin rahat. Thjesht është bu problem jetesa me basketin që është këto. Banorët thonë se kanë nënshkruar edhe një peticion dhe se për këtë çështje janë të njoftuar edhe policia dhe komuna e Prishtinës. Që nga ENTA, RTK ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga këto të fundit, por ato nuk kanë kthyer. Rruga nga fshati në Rodime drejt Jezercit, veçanërisht në lagjën Reka, po cilësohet si zonë rrezikshme për shkak të shpejtësisë së lartë të automjeteve. 7 aksidente janë regjistruar këtë vit, ndërsa banorët kërkojnë vendosjen e pengesave për të parandaluar tragjeditë. Komuna thot se procedurat për vendosjen e policëve të shtrirë janë në fazën përfundimtare. Rruga nga fshati në Redime në drejtim të fshatit Jezers të komunës së Ferizajt, gjithsesi në lagjën Reka, po konsiderohet e rrezikshme për shkak të zhvillimit të shpejtësisë së madhe të automjeteve në këtë pjesë. Kjo rrugë paraqet shumë rrezik, se kjo rrugë frekuentohet shumë, edhe zhvillohet një shpejtësi shumë e madhe prej veturave dhe ka aksidente, disa aksidente në vit. Kërkojnë nga organet kompetente të marrin masa diçka me ndonjë pengesë se poko, mos ndodhet ndaj fatkeqësi më e madhe. Se banorët janë të rrezikuar shumë këtu, çdo ditë. Në komunë thanë se shumë shpejt pritet të vendosen pengesat në këtë rrugë. Sa i përket detyrisë tonë kemi marrë gjitha paramosat, gjitha preventivat që do të kryhet sa më shpejt, është në fazën apo procedurën e prokurimit kjo lloj kontrate. Shpresojmë që është çështje ditës kur do të pajisë ajo rrugë do të pajisë me policë të shtrim dhe gjitha rrugë tjera ku është e nevojshme ku kemi parapo, mbos të ekspertëve tonë të komunikacion kushte parapo të ketë policë të shtrim. Sipas policisë, gjatë këtij viti në këtë rrugë ka ndodhur 7 aksidente trafiku, 3 prej të cilave në lagjën Reka, 2 me dëme materiale dhe 1 me lëndime. Apelohet të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që në këtë pjesë të rrugës të shtohet kujdesi gjatë ngasjes. Në Deçan është përuruar libri monografik Gjenerata e parë e gjimnazit në Deçan. Në këtë vepër janë paraqitur dëshmi të pasurisë intelektuale që kjo shkollë ka nxjerrë ndër vite. Në 54 vjetojnë e themelimit të gjimnazit Vëllezrit Frashëri në Deçan, është përuruar libri monografik Gjenerata e parë e gjimnazit në Deçan me autor Musa Riza dhe Sadik Smajlaj. Pra është më shumë thot se një përmbledhje faktesh dhe ngjarjeve për një periudhë të rëndësishme të arsimit shqip në komunën tonë. Ky gjimnaz ka qenë dhe mbetet vatar e dijes, e vlerave dhe kujtimeve të paharruara. Sot për mua dhe sot është një dëshmi e pasurisë intelektuale dhe historike që ky institucion ka ndërtuar ndër vite. Shpresoj që kjo monografi të shërbejë si një burim i vlerëshëm për një periudhë të rëndësishme të historikut të arsimit të mesëm në komunën tonë, por edhe të jetë një inspirim për të tjerët që këto për këtë periudhë ta dokumentojnë me materialet e shkruara. Koha për vetën, që thëmë tërhetën gjatë gjithë jetës ime, gjithë një kthejër në atë periudhë dhe në atë gjenerat, dhënësish që radhë në një gjimnaz i kishtë në këtë periudhë. Që nga themelimi nga kjo vatër editorisë në Deçan, dolen emra të shquar të cilët kanë lënë gjurmë të pashlyera në shkencë, kulturë dhe shumë veprimtari tjera jetësore. Temat kryesore të kësaj jave nga ashpërsimi i politikës së migracionit, te leja për përdorimin e armëve gjermane nga Ukraina në territorin rus, si dhe kritikat e reja të Berlinit ndaj veprimeve të ushtrisë izraelite në Gazë, i sjell korrespondentja e Deutsche Welles në Berlin Anila Shuka në përmbledhjen javore për RTK-n. Migracioni, por jo vetëm, ishte kryefjala e kësaj jave në Gjermani. Qeveria në drejtimin e kancelarit Friedrich Merz ka miratuar 2 ligje të reja. Pezullimi për 2 vjet i bashkimit familjar për personat me mbrojtje subsidiare. Wird ausgesetzt für 2 Jahre. Dhe së dyti, haben die sogenannte
nuk do të ketë më mundësi që të merret shtetësia gjermane pas vetëm 3 vitesh integrimit të suksesshëm në Gjermani. Dhe sa i prek ky projekt ligj, shtetasit e Kosovës, Shqipërisë apo të Ballkanit Perëndimor, në përgjithësi pak, sepse këto vende konsiderohen të sigurta dhe qytetarët e tyre rrallëherë marrin mbrojtje subsidiare. Por ashpërsimi i politikave të migracionit nga qeveria e re e Friedrich Merzit mund të përbëj shqetësim për personat që janë me duldung në Gjermani. Qeveria gjermane ka paralajmëruar një ofenziv kthimesh. Kjo për sa i përket politikës së brendshme, në politikën e jashtme ka gjithashtu zhvillime. Gjermania lejon tani që Ukraina t'i përdori armët e saj edhe në territorin rus. Kancelari Friedrich Merz e konfirmoi këtë pas takimit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, të njëjtën në Berlin. Kjo do të thotë se Ukraina mund të godas depo, komando apo baza ushtarake për te kufirit, diçka që deri tani ishte tabu. Dhe sigurisht që si zakonisht patëm dhe një reagim nga Rusia, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e akuzoi Gjermaninë për përfshirje të drejtë për drejtë në luftë dhe parashikoi një tjetër rrëzim historik për vendin. Një tjetër ndryshim në politikën e jashtme vjetre në qëndrimin e Gjermanisë ndaj Izraelit. Sinqerisht nuk e kuptoj më me çfarë qëllimi po vepron ushtria izraelite në Gaza. Një vuajtje kaq e madhe për popullsinë civile nuk mund të justifikohet më me luftën kundër terrorizmit të Hamasit, të javë kancelari gjerman Friedrich Merz. Ministri i jashtëm Johan Wadefull theksoi të drejtën e palestinezëve për të jetuar në Gaza dhe bregun perëndimor dhe kërkoi një zgjidhje me 2 shtete. Pra kjo javë kishte disa thyerje tabush, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në politikën e jashtme. Të shohim se çfarë efekti do të kenë ato mbi Gjermaninë. Para se të kalojmë në lajmet ndërkombëtare, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka njoftuar se ka vizituar ushtrimet e Defender Europe 2025, ndërkohë ka shkruar në rrjetin social Facebook se ushtria jonë çdo ditë po dëshmon aftësitë ndërvepruese me ushtritë e vendeve të NATO-s. Ushtrimi Defender Europe 25 është duke zhvilluar me sukses të plotë në Republikën e Kosovës. Për të parë nga afër, sot së bashku me ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe komandantin e FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari vizituan komandën e divizionit 28 të Kompsorisë së Ushtrisë Shteteve të Bashkuarat Amerikës, e cila drejton me të gjitha brigadat shumëkombëshe në regionin e Evropës juglindore. Më pas vazhduam në Dev për të vizituar forcën për detyrë, një batalion ky shumëkombësh i drejtuar nga regjimenti i 2 i Kompsorisë së FSK-s. Në fund vizituam poligonin për qitje me armë të lehta, poligon ky i cili ka ardhur si donacion nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës për ushtrinë e Kosovës. Sot po ashtu patëm rastin të shohim investimet infrastrukturore që jemi duke i bërë në zonën kryesore të trajnimit në babaj të Bokës. Autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin e 10 personave në Stamboll dhe Anada përfshirë anëtar të partive opozitare nën akuzat për korrupsion. Operacioni i sotëm është vala e 5 që nga arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit, që konsiderohet rivali kryesor i presidentit Erdogan. Autoritetet turke kanë ndërmarrë një operacion për arrestimin e 10 personave pjesëtar të opozitës për shkak të pretendimeve për korrupsion. Arrestimet janë bërë në 2 qytete, Stamboll dhe Adana. Zyreja e prokurorit të përgjithshëm në Stamboll ka lëshuar flet arreste për 47 persona, ndërsa ka ndaluar 30 të tjerë. Në mesin e të ndaluarve ka kryebashkiak të bashkive dhe zyrtar të qytetit të Stambollit. Operacioni i ndërmarrë sot është i 5-ti i arrestimit të kundërshtarëve politik të qeverisë, e që kishte nisur me burgosjen e Ekrem Imamoglut, kryetarit të Stambollit në muajin mars, që konsiderohet si rivali kryesor i presidentit Recep Tayyip Erdogan. Arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit nxiti protesta masive dhe arrestime në gjithë Turqinë. Nga zyreja e prokurorit të Stambollit kanë bërë të ditur se gjatë protestave janë arrestuar 819 persona, ndërsa do të gjykohen në 20 raste të ndryshme kriminale. Qeveria e Turqisë i ka hedhur poshtë pretendimet për ndërhyrje politike në gjyqësor, duke thënë se gjyqësori është i pavarur.
Të nderuar shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.